Një sistem i përbashkët kontrolli kufitar është vënë në funksion në pikën Han i Elezit, Blac, mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, duke sjellë një mënyrë të re dhe më efikase për kalimin e kufirit. Tashmë qytetarët e të dy vendeve do të ndalojnë vetëm një herë për kontroll, pasi informacionet do të ndahen në kohë reale mes policive kufitare përmes një platforme të avancuar teknologjike. Zyrtarët e lartë të dy qeverive e përshkruan këtë hap si një simbol të fqinjësisë së mirë dhe një mundësi të re për zhvillimin ekonomik dhe rajonal. Ky nuk është vetëm një modernizim i pikës kufitare, por një perspektive e re për qytetarët tanë, për lëvizjen e lirë dhe bashkëpunimin ndërshtetëror, u shprehen krerët e qeverive në ceremoninë e përurimit. Përveç Blacës, sistemi One Stop Shop pritet të aplikohet së shpejti edhe në pikën kufitare Globoqic, Yazhinc. Qytetarët e kanë mirëpritur vendimin, ndërsa autoritetet vlerësojnë se lëvizja më e lehtë dhe kontrolli më i shpejt do të ndikojnë pozitivisht edhe në luftën ndaj aktiviteteve të paligjshme. Pika kufitare në Blac shfrytëzohet nga rreth 4 milion udhëtar në vit dhe deri më tani, Kosova kishte një sistem të përbashkët kontrolli vetëm me Shqipërinë.